Sinqerisht këto momentet botërorit, por në me po të bojnë me dyshue që diçka e madhe, do me thonë një dreq i madh ka hi këto. Por, hajde ta shikojna se ky moment që është konë, do me thonë në aksion i Argentinës në minutën 106, që kishe del unë kërner, por në fakt topi shkon drejt e ngol. Hajde i shikojna videot, pastaj i kam edhe fjallë për këtë pjesë. Definitivisht ja unë jam budallën këtë pjesë, ja që të nuk e di pse nuk u pranu gol. Subhanallah, nuk e di qa me thonë, këta në FIFA për mdëgët i ka kop magjia, do me thonë magjia që atina i ganës atë, qa më ne keme po që thejke Ronaldo ka me fitu e bëtëru. Po sinqerisht, hajgori e ka hajgorën kjo është diqysh te për shqetsus. Por e kini pa dhe këtë moment mesit se qysh i ik topi, do me thonë me shpejtësi maramen, se topi ik vet. Hajde ta shikojna. Qëre, e pasën topin që Kishe mesi së më penzen. Valoj më një më thonë qa dush, ja jem bëdall, ja qa dush që të topin dikush është e komandu e pej karikës. Se pjo thëmë kështë, atëherë e këshyrën edhe Mbapën që ka këshyrë topin në trajnime. Që veç këshyrën e që e këshyrë topin. Vjen edhe trajneri, Deschamps. Qëre edhe pse jam fan si Ronaldos, po pasha zotin e madh me të dhimt Messi që ja kanë marrë kështu fitoren prej durve. Po jo çfarë mendoni se u kon ky sen.